ho, Merry Christmas! Hej, përshëndetje dhe mirë se vini në Vlogmas. Atëherë besoj se duket, ne vendosëm temën. Po, thash që nuk e kishim në plan, por ja që plani na ndryshoi kjo drita ime vogël. Tani, sot do kemi një pako të madhe për të treguar dhe gjëra të bukura. Wow! Do e vazhdojmë nga gjëja parë për darë? Po? Wow! Kur të lahemi cili? Qa është kjo? Atëre, gjëja e parë është kjo që vendoset tek dushi kur lahesh dhe loz me ujin. Kjo pako ka shumë gjëra, nga më të ndryshme. Bukur? Dhe vendosim ke dushi kur të lahemi? Ta shohim gjën tjetër. Okej. Ta. Wow, Dara. Wow, mami. Sa e bukur. Shumë e bukur, Dara. Është shumë e bukur. Zemra. Sa materiali mirë. Papi Zemra, po. Plusja tjetër është për Darën, në fakt është hera e parë shumë... Jo, është hera e dytë fakt që kam parasitur rrote, por ka qenë herë e parë për mua, jo për Darën. Për fëmijët deri tani janë super. E dyta. Wow, Dara. Si? Babi? Një kostum tjetër për Darën, në fakt kjo më ka pëlqyer dhe në foto dhe shpresoja që t'ishte e tillë. Shiko, ka këto lule që janë 3D, po them. Dhe tutat. Po, mami do e bëjmë pastaj. Tjetra është për mua. Më mirë. Se nuk po rria të ullur. Tani, gjëja... Ka marrë robe dhe për vete. Po më duket se këto... Më duket se kanë qenë 2 Mateo. Po për shtëpi me bluzet gjatë është shumë okej. Dara... Një të robet. Kjo... Qega me streqet. Ka marrë një bluze gjatë, normal që vishet me mom jeans ose me streqet që I ka marrë. është mami që të myllë mami sirtaret ku maj me kapët që ti mos I hapësh më. Ja. Atëre, me që ma dha Dara, edhe e kam në dorë. Tjetra është kjo për të mbyllur sirtaret. Tek tavolina me kapi Dara hap dhe duhet të mbyll pa tjetër. Tjetra, ka marrë një diffuser, si quhen? Që do me thënë që lëshon aromë për shtëpi. Nga këto, e mush me ujë, hedh pak aromën dhe lëshon avullin. Më duhesh I një, sepse po merja aroma, po nuk ja dilet. Tani, nga fotoja është kjo, me lule. Po, tregoje ke kamera ti? Te kamera. Ja. Ka marrë këte për sirtarët që e heq. Ora! Ka marrë një orë në Temu dhe nuk e dim se si do jetë. Fare. Kjo, si që thash, është për sirtarët. Kur ke ushqimet poshtë që mos je direkt pjesa e drasës e mobiljes. është po e hap do. Okej, nuk po e hap, është kjo. Dhe këtu kemi orën. Ora është kjo këtu.
Po e le foton këtu. Dhe tani ta shikojmë nga afër. Do të mos jetë kështu thjesht pamje. Si shpamje, tamam. Kjo qenë ka vetëm pamje, në fakt si pamje që ka e bukur. Është goxha e madhe, por unë do si ishte orë, jo vizatim 3D. Dhe është ekstrem shumë e madhe. Jo, nuk... Kjo do kthehet. Blia tjetër. Janë të darës. Jo, janë të mijat. Kanë atjere. Që ka materiali mirë, kur vesh këmisha, gjëra, ja vlen, 3 copë. Po flasë si ku po hap dengu. E di çfarë po më kujtohet? Po janë të brendshme, nuk po i hap fare. Mami, shiko. Brendshme për darën. Dara nuk ka më vëbëllim fare, as ditën, as natën. Dhe i mora disa të tjera, se e ndroj 2-3 herë në ditë po. Edhe në mëngjes, edhe në darkë. Shiko. Bluze për mua. Me flutura. E thjesht për shtëpi, edhe për dalë me mom gjinë. Mami, psheli. Është e bukur. Kështu flutura? Flutra? Na, e do mami. Bubu, shiko. Për bushiko. Ashtë. Bluzë për mu. Ja. Budallik për mu. Ja. Jo, për ty s'ka fare. Kostumi jot. Jo. Kjo që është perde. Ja. Mules tavoline. Ja. Gjithmonë, ku shkoj në vene, që shikoj fare? Çant. Ç'është çant është? Është si bluzë. Tote bag. Shka një çantë, ishte me 5 euro, në fakt foto ishte qik më ndryshe, dhe me ndova që rriti dhe ishte më i madhe. Po, dhe e kthej edhe këtë. Na. Po, tjetra. Bluze. Bubu, shiko. Do thush qekat në dhaja. Ti e di që unë... Qëse më në golf. Po, vesh te patën e vogël, e di e në shnet. Në qafë. Po ka, e di që kam ditë gjuke e gjërat e tjera unë që i kemi lënë ako. Kjo më pëlqen shumë, është golf. Normalisht nuk ishe si të mungon të një bluzë tjetër. Edhe këto me gjince me vel gjatë është e mirë. Duket pak e gjërë, por nuk është aq e gjërë, se është shkurtër. Më pëlqen. Kjo edhe kjo më pëlqen shumë. Pak ndryshe. Këto janë tuta për darën dhe këto që kam për 3-4 vjeç. Nuk e di unë e kam porosit për 1 deri në 2, po se di pse më kanë ardhur kështu. Lule në fund. Janë pak të mëdhaja, shumë të mëdhaja dhe më duket se do... Gjëja tjetër që më ka pëlqyer shumë ka qenë ky fundi. Dhe ajo që më ka pëlqyer ishte sepse në fund ky fundi ka tantellën, siç kanë dalë këto në modë fundet dhe bluzet me saten dhe kanë tantellë ose edhe fundet të tilla në këtë mënyrë. Ja, tantella nuk e di nëse duket. Dhe shpresoj të më bëjnë. Nuk kam marrë numrin tim, por ndonjëherë për javën tjetër. Është i mirë, i bukur, pëlqen, dhe materiali është i mirë. Tani vetëm për ta provojmë. Atëherë, i kam marrë darës çorape, ju që s'ka, por thjesht i ketë më të trashë se ato që ka. Janë 4 palë dhe mrena janë me push. Ja. Këto janë çorapet. Shiko mami, pëlqejnë? Ara? Është sa bukur? Çorapet e Darushit. Kanë flokët fare. Si? Wow. Sa bukur? Bubu, shiko. Papi shiko? Wow! Çelapje. Ka marrë darës kanatiere dhe duhet t'i marrë më shumë nga ky lloj, për arsye sepse kur vesh bluzë që janë pak hapura, ky rripi që i ka marrë tek dyqani këtu është shumë keq, domethënë del komplet lart. Dhe ja mora nga këto kështu me rripa. E tregove ti. Dhe ka marrë bluzët të thjeshta. Për material me çmimi që janë marrë ja vlen. Por ato pusha vitën ajo nuk e di. Ta tregoj sa e bukur? Kasa telefonit, një tjetër fiksimi imi. Është 2 euro, do me thënë.
Mos e marrësh këtë për 2 euro gjyna. Shiko sa e bukur? Ua, do e vendos mami direkt. Ta tregoj mami te kamera? Tregoj ke kamera. Shi? Okej. Prit. Tuta për sëridarës dhe këto, ajo që ka pëlqyer më shumë është arushi. Mami? Dara, shiko sa bukur. Pëlqejnë. Dhe tjetra benefit është që janë me lek. Mrena janë shumë të trasha. Dara, fute mami. Tu kam 2 aroma për atë që kam marrë për shtëpi. E 2 të fundit janë këto. Duheshin pak një portofol, ky është portofol, të saj që kam pas marrë të shini para 4 viteve, po i hedh shumë futi, më është rjepur. Dhe mendova se është momenti që unë ta ndroja si portofol. Po, e kam marrë përsëri të vogël, unë jam dhe mendoj se do mbetem gjithmonë një person i portofolave të vegjël. E kam marrë këtë detajn këtu, më pëlqeu. Këtu ku futen kartat, 2 kartat kryesore që përdoren më shpesh. Dhe he mami. Dhe këtu janë ku futen kartat e tjera, letër. Fundit është përsëri një Dara, kas telefoni. Ka marrë përsëri një kas telefoni. Këtë me zemër dhe do provoj këtë një herë. Pastaj do provoj këtë. Sa bukur? Kjo ngjan pak me telefonin 17-ën, po ne e manifestojmë. Je para prim, domethënë. E para prim. Bëjmë shaka. Është i bukur. Po sa i lezetshëm është. Si shatë më i dhe Po, ja. Sot është data 6. Ne nuk e kemi hapur për 3 ditë, 4 ditë, diçka e tillë. Dhe tani do hapim numrin 3. Numri 3. Clean up for Christmas. Që brenda ka do hapësh ti mami? Hape. Për të larë fytyrën. Kjo është për të larë fytyrën me retinol. Që ka 4? Skin so clear. Christmas is near. Ta-da-da! Sa është kjo? Fytyrën sa e bukur. Mami. Numri 5. Një shampo. Kemi një shampo. Tani do hapim numri 6. Do e hap dhe nesër. Pak se nesër nuk ma merr mendja të filmoj. 24 orë krem për fytyrën. Ja vlen në bella. Po, ja vleka. Do thush paqim. Shifemi video tjetër. Hajde këtu ke mami. Ciao! Dhe kështu hap advents kalendari dhe unë kështu them shifemi në një video tjetër. Bye! Bye.